aqalu nnasi a'dharuhum linnas. Pra thot Omeri radiallahu ta'ala anhu, aqalu nnasi a'dharuhum linnas. Njeriu më i mençur, njeriu më largpamës është ai i cili më së shumti i arsyeton njerëzit. Pra hoxha dëshiron të tregon nëpërmjet kësaj fjale të Omer ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhu se mençuria dhe maturia e vërtetë ju vëllezërit e mi është në arsyetimin dhe në faljen e gabimeve të tjerëve. Dhe shembulli më i mirë për ne o vëllezërit e mi që ne i shpjegon këtë fjalë të Omer ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhu janë shembujt e pejgamberëve të Allahut alayhimus salatu wassalam. Ja ku ishte Jusufi alayhis salam, i cili për plot 40 vite me radh ishin shkak vëllezërit e tij që e ndan nga babai i tij. Sa që përmenda atyre 20 vite vëllezërit e mi u verbëru Jakubi alayhisalatu wasallam për lotëve dhe mbërzitisë të madhe që e kishte për djalin e tij. Ju e dini të gjithë sprova dhe peripetit që i ndodhën Jusufit alayhisalatu wasallam përmenda gjithë këtyre 20 viteve. Dhe me gjitha të kur erdhi fundi dhe erdhën vëllezërit e tij në pallatin e Jusufit alayhisalatu wasallam në Egjipt, ndër të tjera Jusufi alayhisalatu wasallam tha la tathriba alaykumul yawm yaghfirullahu lakum. Ej vëllezërit e mi, s'ka për ju qortim sot. Allahu te bareke u teala do t'ju falen juve. Allahu akbar. Imagjinoni ju vëllezërit e mi 40 vite të ndan dikush prej babas, edhe atë vëllezërit e tu dhe kalojnë gjithë ato lodhe dhe mundime për gjatë gjithë atyre viteve. Megjithatë të gjitha i haroi Jusufi alayhi salatu wasallam. Kjo tregon për maturinë e tij, për mençurinë e tij. As që i diskutoi ato muhabete, as që i diskutoi gjithë ato ndodhi që ndodhen. Tha la tathriba alaykumul yawm yaghfirullahu lakum. S'ka qortim për ju sot. Allahu xhallahu ala ju falen. O ju vëllezërit e mi, në realitet sa kemi nevojë ne pasha Allahun e madh, qoftë në raportin me familjet tona, me gratë tona, me fëmijët tonë, me baballar, me vëllezër, me motra, me kojshit, edhe me xhamatlit në xhami, për këtë këshill madhështore të Omer ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhu. Vëllezër, për maturisë tënde, për mençurisë është të kaloj situatën. Bëj sikur nuk e dëgjove. Andaj Ibn Qayyim el-Jauzi radiallahu ta'ala anhu thot që 9 nga 10 pjesë të mençurisë është e teghaful, është sikur nuk e dëgjove, sikur nuk ja vëre veshin fjalisë të dikujt. Dhe për shkaqeve dhe sëmundje më të mëdha edhe psikologjike, edhe shpirtërore, psiqike dhe shpirtërore të njerëzve sot o ju vëllezërit e mi është pikërisht mosfalja, mos arsyetimi, po pse ma tha, pa është vëllau im, apo ai është xhamatliu dhe ngjashme si ajo. Ja ku ishte dhe pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si thash pra ngjarjet e pejgamberëve të Allahut, më së miri ne shpjegojnë fjalët e ulemave, në këtë rast fjala e Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, pra që ishte më i mençur dhe më i matur dhe më largpamësi nga mesi juaj, është ai i cili më së shumti arsyeton dhe i falen të tjerët. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra e dini vllazën, 13 vite me radhë thiri popullin e tij në njëshmërinë e Allahut. Dhe ata të gjitha format e sharjeve dhe persekutimeve edhe maltretimeve ja bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pasi shkoi në Medinë nuk e lën rahat pejgamberin e Zotit. Erdhën në Medinë dhe luftuan në Bedër dhe luftuan në Uhud dhe luftuan në shumë prej luftrave. Dhe vjen pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në ditën e çlirimit të Mekës, si çlirimtari i saj. Dhe në mes ndër të tjera ju thot banorëve të Mekës, ma të dhunnune enni fa'ilun bikum, çka mendoni se unë të veproj me ju, o ju banor të Mekës? Ata i thanë, ti je fisniku, i biri fisnikut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e them fjalën të cilën e tha vëllau im Jusufi alayhi salatu wassalam, la tathriba alaykumul yawm yaghfirullahu lakum. Nuk ka qortim për ju sot, Allahu xhallahu ala do t'ju falen. Ju dini gjithashtu ju vëllezërit e mi rastin e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu me Mistah, i cili ishte ai protagonisti i shpifjes që u bë për nënën e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Dhe vjen një moment Abu Bekri radhiyallahu anhu realisht mendoi se dispozita fetare është që Abu Bekri radhiyallahu anhu ndihmat të cilat ja jepte Mistahut paraprakisht, pa sadakan edhe zakatin edhe ndihmat që ja jepte Mistahut, për asaj dite ja ndërpreu
nga sa ai ishte shkak që shpifi për bien e tij, për gruan e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po Allahu xhelle xhelalu zbriti ajetin kuranor për qiellit për t'ia treguar dispozitën reale Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Ela tuhibbuna yaghfir Allahu lakum? Po ju a nuk doni që Allahu xhelle wala t'ju falen? Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu tha, wallahi ne dum që Allahu na falen, wallahi ne dum që Allahu na falen, wallahi ne dum që Allahu na falen, dhe ja ktheu përsëri sadakan dhe ndihmën që ia jepte Mistahu radhiyallahu ta'ala anhu. Kjo është ju vëllezërit e mi al-aql, mençuria dhe maturia, që njeriu çdo veprimtari të tjerëve ta te i kalon